Përshëndetje, jemi në intervistën e radhës për kanalin zyrtar të YouTube-it të Egnatias, në intervistën që kemi titulluar Feniksi Egnatia, një risi, një realitet i futbollit shqiptar. Sot, më shumë se kushdo, kam një futbollist talentuar. Kam një futbollist që e kam njohur prej vitesh, që e kam dashur dhe e dua shumë për shumë arsye. E para fare kemi sotën mbrojtësin, qendërmbrojtësin, që bashkë me Xhemalin, po bashkë edhe me mbrojtësat e tjerë, është me të vërtet një digë e vërtet në mbrojtjen e Egnatias. Sota ka qenë një nga kontributorët real të fitores së titullit kampion vitin e kaluar, dhe jo vetëm në detyrat e tij mbrojtje, po mbahet mend dhe për golat që ka shënuar. Sota është futbollisti që ka luajtur me ekipet zinxhir, por dhe të kombëtares dhe me shpresat e 21 vjeçarëve, po siç dihet në Shqipëri duhet ikësh jashtë shtetit që të luash dhe me kombëtaren. Pavarësisht se ka disa futbollistë të tjerë bashkë me Sotën, qoftë Xhemal ai për Kosovën, po edhe Sot ai për Shqipërinë, që duheshin provuar dhe duhesh dhënë shansi për kontributet që kanë dhënë për titull. Sota është dhe këmbëmbar, kudo që shkon e nxjerr dhe ekipin kampion, dhe këtë ka treguar qoftë me Egnatian, qoftë me Partizanin. Tani mund të flisja gjatë dhe më shumë, po për më tej mikrofonin po ja kaloj dhe po flasim me Sotën. Sota, si ka qenë periudha jote e fëmërisë që nga akademia deri tani, dhe ku je ndier, si je ndier si futbollist derisa erdhe ke Egnatia? Fëmëria ka qenë shumë e bukur, si çdo fëmijë tjetër. Dilim që në mëngjes, kur ishim pushim, vetëm loznim futboll, ktheheshim deri në darkë. Pastaj në moshën 10 vjeçare jam regjistruar në një akademi private, aty kam nisur të stërvitje me trajner. Më pas kam shkuar në qendrën sociale Murialdo, nga aty pastaj erdhi kalimi im te Akademia Polonis në ekipin e parë, më pas te Partizani në Kore dhe momentalisht Egnatia. Sota në kujtim për ekipin e madh të Apolonis me Kokurin, Tegun dhe të madhin Majaci, ti si ke arritur dot, po besoj që imazhi tyre të ka ndjekur, apo përvoja e tyre ka qenë, si thua, stimulant dhe motiv për ty? Nuk i kam arrit, kam qenë shumë i vogël, po di shumë histori ose kam dëgjuar shumë fjalë mira për ata, për brezin e tyre, sepse ata kanë lënë shenjë futbollin fjerake dhe çdo i rritur ose moshë më madhe se unë flet gjithkohës për ata edhe për arritjet që kanë bërë ata. Edhe një çik më shumë për humor se sa kështu, duke qenë se kam qenë pranë Apolonis për vite me radhë si gazetar i sportit shqiptar. Vazhdon Koço Kokdhima me ato kontratat 110 faqe, si ke dalë, si atë dole, apo të ndihmoj sado pak në raport me marketingun tënd? Realisht nuk e di, sepse kam shumë vite që kam vjen nga Polonia, thjesht periudhën kur kam qenë kontrata normale si çdo ekip tjetër futbolli, edhe kaq. Sota vazhdojmë duke folur tashmë kontaktet e para për të ardhur te Egnatia. Si erdhi kërkesa, si e ndjeve kur dëgjove që Egnatia ishte interesuar për ty? Ka qenë janari vitit kaluar, i këtij viti m'fal, edhe atë periudhë kam qenë pa ekip, sepse ka qenë periudha kur jam kthyer nga Korea. Kam qenë në kërkim një ekipi, edhe Egnatia e njeh shumë mirë, e di domethënë çfarë lloj ekipi është për kampionatin ton. Pastaj erdhi një propozim nga ata, domethënë e mendova dhe më duk opsioni më i mirë i mundshëm për mua. Sota mbas Partizanit shkove në Kore, ç'a nuk eci mbar aty? Ku çaloi? Çfarë s'u ndjeve mirë? Stafi, trajnerët apo? Thjesht futboll ndonjëherë jo çdo gjë shkon ashtu si çdo ti, po mendoj se meritoja shanse akoma më shumë, duke parë domethënë kontingjentin e ekipit dhe mënyrën si stërvitesha, ose edhe atë të vetëm ndeshje që pata si luajta. Mendoj se duhet më jepej më shumë besime dhe pak më shumë përkraje, por që ndoshta edhe kultura e tyre ishte e tillë që më shumë suport jepnin popullit tyre, po këto janë gjëra normale në futboll, kudo në botë ka gjëra të tilla, kështu që e pranoj edhe atë. Nuk ka kur erdhe ke Egnatia, si ishte gjendja e parë, konkurenca, lufta për vendin, sepse dihet që ne kemi pat një mbrojtje me Dylis, me Ajalevin në qendërmbrojtjes, me Aleksin para mbrojtjes, me Xhemalin, një grup të madh. Si u ndjeve, si e përjetove dhe si u integrove fal kësaj konkurrence?
Ratë parë nga biseda që kam pasur me drejtuesit, domethënë jam ndier mirë që nga biseda, pastaj e di domethënë kontingjentin e lojtarëve që ishin, sidomos në pozicionin tim, por në futboll asgjë s'ka të lehtë, ti duhet ta fitosh atë vendin edhe mendjen time ajo ishte domethënë që nëse duhet të luaj, duhet ta fitoj atë, kështu që E kam thënë po thuaj në të gjitha intervistat me lojtarët e tjerë. Egnatia është një familje madhe ku presidenti Zoti Demrozi çdo ditë në krye të familjes. Sa ka ndikuar raporti i Zotit Demrozi edhe i drejtorit Kledi Zenelaj, po edhe i trajnorit Tetova për ta mbajtur të grup, për të ruajtur mirësinë, për të kuptuar njerëzit dhe stolin dhe ndrrimet dhe gjithçka, dhe sa ka ecur në aspektin e psikologjik dhe në aspektin e skuadrës për të qenë kjo që jemi, një familje vërtet. normal ata janë baza kryesore e një ekipi futbolli, sepse janë ata që sjellin lojtarë, që formojnë kontingjentin e lojtarëve. Edhe këtu funksionon shumë mirë sepse janë shumë pozitiv, shumë mirë kuptueshëm, mund të flasësh për çfarë lloj gjë me ata, mund të kërkosh çfarë lloj ndihme, janë gati domethënë për ne lojtarët edhe na i bëjnë gjërat akoma më të lehta. Sot unë kam vures që je integruar shpejt me ekipin, edhe pse erdhe në janar, arrite shumë shpejt, kapësh formacionin dhe të kontribosh tash dhe me golat shumë të rëndësishëm për Egnatin, aq sa bëre, po shumë të rëndësishëm, jo vetëm në pikë, po edhe për klasifikim edhe final forin. Si e kupton, apo si ka mundësi që ne prum 8 lojtar tani dhe skuadra prap po vijon e integruar, prap ka arritur, nuk jemi te grupi komplet, por shumë shpejt dhe të tjerit janë integruar. Kjo është merit e Tetovës, merit e psikologjisë, apo? Kjo është e gjithave nga pak, por edhe trajnerit normal, po gjithsesi ekipi e ka pas atë bazën ose shtyllën e ekipit, kështu që edhe lojtarët që kanë ardhur të rinj kanë pas ku të mbështeteshin, të merrnin shembull për shembull, edhe të ndihmoheshin nga lojtarë më me eksperiencë që kanë akoma më shumë vite këtu. Pavarësisht se ata janë të rinj në kohë këtu te Egnatia, besoj për çështje kohësh dhe ata mund të përshtaten akoma më mirë, të ndihen siç ndihemi ne që kemi pak më shumë kohë. Dhe shembulli këtu për të marrë nga tjerët ke Aleksin që flet gjithkohën, ke Xhemailin që po nxe duhet i hapë rrugën, po kishte edhe Malotën që ishte një trajner tjetër, pra këtu shembulli për të ecur dhe integruar vin nga trajneri fush, trajneri andej, por në përgjithësi mendoj që grupi ka qenë i rëndësishëm, të gjithë ju jeni me të vërtet familje. Po, grupi është shumë i rëndësishëm, ka të bëjë shumë në futboll. Çdo lojtar ka karakteristika të ndryshme dhe çdo lojtar i ri që vjen mund marrë nga pak nga çdo lojtar, kështu që edhe atyre mund t'i bëhet më i lehtë, por që siç e the ti kemi lojtar me eksperiencë, lojtar profesionistë që edhe në fush mund t'i quajmë thonjza trajnerë. Sot edhe një pyetje tjetër kam prap këtu. Ti luan dhe mbrojtje djathtë, ke luajtur dhe mbrojtje djathtë dhe në qendër dhe këto. Me kë nga lojtarët je koordinuar më mirë, apo të mbulon më mirë kur del në sulm, të mbron, të zvendëson, apo dhe për të dubluar në të gjitha aspektet e futbollit, sulmi, mbrojtja dhe Unë jam qendërmbrojtës, pavarësisht se kam luajtur edhe ndeshje në krah për nevoja, edhe momentalisht mund të luaj ndoshta për nevoja, por që jam qendërmbrojtës. Po them Xhemalin sepse ai është lojtari që kam luajtur në shumë ndeshje, në njëjtin repartë, në njëjtin pozicion, kështu që. Po që çdo lojtar duke marr, po them ata lojtarë që kam aty më afër, se s'mund të them një sulmues se s'ka si të mbuloj, kështu që. Edhe një gjë tjetër, edhe këtu për Xhemalin. Ka rreth një muaj rresht edhe bisedime edhe me presidentin e Federatës së Kosovës, po edhe në media kanë folur. Xhemali ende nuk është provuar me kombëtaren ashtu si edhe ti, që duhet i jepë shansi. Mendon që është koha që Xhemali duhet të jetë pjesë e kombëtares së Kosovës për të kontribuar? Normal. Besoj që e ti duhet t'i jepet një mundësi tjetër, sepse me sa di ka qenë një pjesë e Kosovës. Ndoshta duhet ta ndjekin më mirë sepse ai ka vërtet cilësi shumë mira. Besoj edhe Kosova mund t'i bënte punë, sidomos edhe këto ndeshjet e kaluara, duke pas që Kosova ka pas shumë mungesa, shumë dëmtime në repartin e mbrojtjes. Shpresoj që t'i vi mundësia prapë.
Të nderuar shikues, pak sekonda publicitet për Sardin Energji, për Demrozin SHPK, janë sponsorët tanë për Ulvarën, për Abisinet, rrjetë optike që është e Federatës Shqiptare dhe Nërst, dhe pak për hotelin Ujvara dhe për Asparagun. Janë, por pa harruar edhe një nga kompanit mjaft të rëndësishme si Giardino Elite për lule dhe pemë me pashushmëri. Publicitet pak. Një nga sponsorët më të fuqishëm i cili ka kontribuar në suksesin e Ignatiës është Demrozi Konstrukcioni, me administrator dhe president Ardit Demrozin. Është një kompani e shtrirë në Shqipëri dhe në Itali, e cila ofron në fushën e saj përveç qëllimit për të projektuar për të synuar cilësi maksimale në përputhje me standardet dhe kushtet teknike bashkëkohore, kompania prezanton një markë të konsoliduar që garanton efikasitet dhe cilësi të punës. Me një eksperiencë të gjatë, cilësia e materialeve dhe me teknologjinë të fundit mundësojnë projektimin e gjithë koncepteve, ideve dhe kërkesave të klientëve të tyre. Janë kudo ku klienti ka nevojë për riparimet e shumta, i konstruksionet dhe eksperimentën tonë dhe disa veçare në këtë fugë. Shtirja e kompanisë dhe eksperienca është sa italiane anche në Shqipëri me sukses. Duhet të theksojmë se sa e kompani dhe konstruksionet dhe Demrozi janë dy themelet e suksesit fantastik të Ignatiës. Faleminderit sa faleminderit konstruksionet dhe Demrozi Konstruksione SHPK, me ju gjithmonë jemi më të fortë, me ju gjithmonë do të jemi kampion. Të gjitha këto kupa dhe kampione janë faljush. Suksese. Udhtimi i Ignatiës si kampione dhe fituese kupës dhe superkupës në këtë triumf të futbollit shqiptar dhe vendosja e saj si një kampione realisht nuk do të kishte kuptim pa firmën Sardi, e cila është një nga sportet general të Ignatiës. Sardi është tregtim e shumicës dhe pakicës e sistemeve të energjisë regenerative, panele diellore, paneleve të erës, sistemet e ngroje dhe ftoje, tregtimin me shumicë e pakicës të materialeve të ndërtimit, import-eksport, kalifikim dhe montim të paneleve diellore dhe prodhimeve të energjisë elektrike, planifikim, projektim dhe realizim të qarqeve energjetike diellore të erës dhe hidrocentraleve, planifikim dhe reflektim i instalimeve elektrike, riparim dhe servis i aparaturave dhe paneleve elektrike. Pa firmën Sardi, kompania jonë me suksesin e saj, me kaq përvojën, suksesin e saj në tregun shqiptar, por edhe me shpirt më tej të saj, nuk do të ishin të gjitha ato trefoje që shikohen në këtë. Firma Sardi ofron shërbim, asistencë, shpejtësi dhe gjithçka në nivel europiane. Mos hezitoni, praktikoni shërbimet dhe bashkëpunimin në firmën Sardi dhe suksesin e biznesit tuaj do t'ju kthehet gjithfish. Urime dhe faleminderit firma Sardi për ndihmën që keni dhënë pa fund Futboll Klub Ignatiës. Përshëndetje, po fillojmë të flasim pak për hotel Ujvara në Golem Durrës, një nga sponsorët të Futboll Klub Ignatiës. Një hotel me konform, me super hyje, me super shërbim, me cilësi, pasërti dhe shpejtësi, me një akomodim dhe parkim të përhershëm. Hoteli që shtrihet afër detit ka në qendër të saj motivin klientit i kënaqur, klientit më shumë se sa çdo tjetër e ka gjithmonë të drejtë. Hotel Ujvara, një nga sponsorët kryesor të Klub Futboll Ignatiës, është fatmirësisht edhe një raport tjetër njësor me presidentin Demrozi dhe Ardit Demrozi. Mos hezitoni, shikoni reviewt. Hotel Ujvara në Golem ofron kuzhinë mediterrane, kuzhinë tradicionale, kuzhinë europiane, por mbi të gjitha shërbim të kulturuar, shërbim të shpejtë dhe angazhim cilësor. Si thua, nuk e dua më të luaj me këta kundërshtar. Gjatë kohës që kam qenë këtu apo? Me Ignatiën vetëm. Këtu na intereson këtë vit, nga janari deri tani.
Një emër që më erdhi momentalisht ishte ai i sulmuesit nga Afrika që ka pas vjet Tirana. Po. Sepse ishte shumë i fortë fizikisht. Po, Një si e përshtypje përjetove? thjesht më ka lënë përshtypjen shumë se të tjerët ndoshta. Si e përjetove titullin kampion? Shumë mirë, shumë mirë, sepse është arritje një pune të madhe, domethënë që ne bëjmë për ditë, që klubi i përkushtohet domethënë për të arritë edhe në lojtarët, se nuk është vetëm puna që bëhet në fushë ose ndesha, por është çdo gjë, domethënë edhe mbas, edhe jeta e përditshme, çdo gjë, edhe fitosh titullin kampion, ndihesh i plotësuar për gjithë punën që ke bërë. Elion, atë javë të finales ne bëm një fitore për mendimin tim nga më të mira, pavarësisht në Shkodrën e kemi rrahur dhe në Shkodër 4-0 me Vllaznin, një skuadër nga më të mirat në Shqipëri me tifozat më të zjarr, me personalitet, po ne kemi gjithë ju jeni treguar profesionist, as në media as gjë, kurse shkodranët festuan një javë rresht kur do vinin ke ne, e thuaj kishin mbyllur kampionatin, kishin fituar titullin, ishin vënë yllin në Kafanel, por si shkoi ajo ndeshje, sepse me të vërtetë është një ndeshje për mua nga më të mirat që është luajtur në futbollin shqiptar. Shkoi më mirë se ç'duhet, se shpritet, domethënë, sepse të fitosh finale me rezultat 4-0 është mendoj që është shumë, por që kryesorja ishte ta fitonin, pavarësisht se vajti dhe në atë mënyrë tregoi që ishim të përgatitur shumë mirë, shumë herë më mirë krahasim me kundërshtarin, kështu që shkoi në mënyrë perfekte. Tetova, qa trajneri, si ndjerë, kush është nga edhe të tjerë, se besoj edhe me Skënder Gegën i ka kujtimet shumë të mira, por tani do flasim vetëm për kampionin ton, Tetovën, një nga trajnerët më me trofe në Shqipëri dhe me rezultate edhe me një futboll të bukur ku dominojmë në pasim dhe në zotrim të topit. Kam pas fatin punoj me trajnerë shumë mirë, po profesor Tetova ishte nga trajnerët më të mirë. Vetëm që kam punuar po dhe që ka Shqipëria, sepse e njeh shumë mirë futbollin, e përmtepër futbollin modern, di ta përgatisi shumë mirë ekipin, di ta menaxhojë shumë mirë, po ashtu është shumë i zoti edhe gjatë ndeshjes me mënyrën e ndërimeve ose ndryshime moduleve, dhe është trajner i dur, domethënë për të mësuar atë futbollin modern. Sa ndikon infrastruktura e ti stadiumi modern, që është investimi gjithë i presidentit Demrozi, por edhe fusha e lekajt, po edhe stërvitja e stafit, duke filluar me Tauland Gumën, duke filluar me Andin, me Julian Brajan, me Ilir Kaplanin, me Bishdillin, me Mjekun, dhe tani me videoanalistin. Sa ndihmon dhe infrastruktura, po edhe stafi i ekipit ton për të qenë të suksesshëm. Këto janë gjërat bazë, domethënë, për një ekip futbolli. Këto janë gjërat, domethënë, që janë shumë të rëndësishme, që ndihmojnë shumë, domethënë, që ti të kesh rezultate, sa më pak dëmtime, edhe çdo gjë tjetër të mirë. Pjesa e fizioterapistëve ose përgatitësve ose trajnerëve të tjerë ka rëndësi shumë të rëndësishme, se pa ta, domethënë, nuk do funksiononte një aspekt i caktuar që ata merren. Pastaj pjesë e stadiumit është stadium shumë i mirë, shumë modern, domethënë, përmtepër për Shqipërinë, një stadium që kur futesh ti jep atë kënaqësinë për të luajtur futboll, atë motivimin për të luajtur bukur edhe për të fituar. Për mendimin tim jemi një digë vërtet. Dajsinani mbrapa, Sota dhe Xhemali dhe Aleksi përpara. Çdo të thotë kjo për ty. Si ma përshkruan këtë bosh deri këtu, pa kaluar ke Fernando, pa kaluar ke të tjerë, po Dajsinani, Sota, Xhemali, Aleksi. Se janë lojtarë me shumë kualitet, gjithë e dinë, domethënë, sidomos për kampionatin shqiptar, po edhe ndeshje europiane kanë treguar që kanë shumë kualitet. Edhe kur ke lojtarë të tillë me kualitet dhe me eksperiencë, është më e lehtë, domethënë, të mbrohesh, po pa haruar dhe lojtarët e tjerë, mbrojtësit e krahut ose lojtarët e tjerë mes fushën. Do t'i them dhe ata, do të pyes. E të mbrojturit, domethënë, funksionon i gjithë ekipi, nuk është vetëm ne 4 lojtarët që unë përmendëm. Po, unë i përmenda për të treguar Dajsinanin, ty dhe ata për këtë qëllim, po tashi po të them. Besoj se si vjet presidenti Demrozi, zoti Kledi, Zenela dhe Tetova kanë dubluar mbrojtësin, sepse vjet, të themi të vërtetën, Fangaj dhe Ndreca kanë bërë, pavarësisht se Ndreca u dëmtua, po një kampionat super të lodhshëm, me super ndeshje. Jefferson, Ajme,
e kanë zbukuruar mbrojtjen tuaj, e kanë dhënë më tepër siguri, apo janë zgjedhjet e dhura? Sigurisht, domethënë janë zgjedhje të dhura dhe zgjedhjet që i kanë dhënë akoma më shumë rivalitet ekipit, më shumë përmirësim, sepse edhe kur ke rivalitet, domethënë edhe shokët e tjerë ndihmojnë, domethënë që të shtyjnë akoma më shumë, plus se duke ditë që ka periudha që ka shumë ndeshje ngjeshura dhe një pjesë lojtarëve ka nevojë edhe për pushim, edhe për të fut lojtarë më të freskët, edhe një ekip domethënë një ekip që kërkon shumë ka nevojë edhe për kontingjent akoma më të madh dhe më të plot, kështu që është një gjë shumë e mirë që kanë ardhur ata lojtarë me atë cilësi. Iku Lushkja, iku dhe Ujka. Natyrisht që mbrojtësa mesfushor që ndihmonin shumë dhe mbrojtjen të dy. E vërteta është që kemi mësuar pak si shumë gola këtë kampionat, këto fillim faze për ne, jo për realitet, po ne me një mbrojtës të shkëlqyer dhe them se kam vure që edhe kohët e fundit Tetova po bën një ose po ngrëz zërin dhe po kom ngul, sidomos në goditjet standard apo në korne, në këto gjëra. Si mendon, ka qenë defekte edhe tonat apo është merit dhe të kundërshtar? Të dyja, domethënë, edhe kundërshtari ka meritë e tij për shënimin e golave, por që nuk mendoj se kemi ngrenë ai shumë gola. Pavarësisht se 2 ndeshjet e para kanë qenë ato që kemi pësuar më shumë gola, duke krahasuar me 5 ndeshjet e fundit që vetëm një gol është pësuar. Sepse ekipi ka ardhur gjithmonë të përmirësim, sidomos 5 ndeshjet e fundit, 2 ndeshjet e para ndoshta kanë qenë ato pjesë që ekipi ka qenë pak i lodhur ose mendjet e Europa, mendoj. Edhe sa të afirmoheshin edhe blerjet e reja se ka pas edhe ndryshime shumë siç dihet. Ndryshime ka shumë, kemi Melon që na ka zgjidhur dhe ka shënuar gola të rëndësishëm dhe pse në bankin që pranon shumë mirë, kemi Fernandon që ka filluar të luajë me ritmin e tij të përhershëm, kemi Kaseriot Selamin që luan dhe Selmanin i cili luan tani dhe ka hyrë në ritmin, Buric po rritet çdo ditë dhe sepse flitet shumë që ne nuk sidomos dhe tifozat, madje edhe ata që nuk e kuptojnë mirë, po gjithsesi mirë na bëjnë. Thonë që s'kemi sulmues. Ti si mendon është skuadra jonë në fazën sulmuese? Mendoj që është nga ekipet më të mira, thjesht siç kemi thënë do shumë kohë, plus faza sulmuese mund të përfshijmë edhe në mbrojtësat, se edhe ne kemi mundësi për të shënuar gol, ndoshta goditje standarde, ndoshta një aksion duke dalë, kështu që nuk është vetëm çështjet e sulmuesit, por që pjesë e sulmit, flasër parti sulmit, ndoshta duan dhe pak më shumë kohë, sepse kanë ardhur gjithë, janë gjithë të rinj, kështu që edhe me njëri tjetrin ndjehen akoma më shumë. Duke qenë se po shkojmë ke pyetjet e fundit, po lëm pak publicitet nga sponsorat e Futboll Klub Egnatias për të rikthyer në një ambient tjetër me sotëm për ta vazhduar intervistën tek salla e konferencës. Elian, vim tani në të sallë ku ju bëni analizën dhe ku bëhen gjithë, po edhe në respekt të sponsorëve të klubit dhe të federatës. Në fillim e nisëm pak kështu dhe së pyeta, cili është roli familjes tënde në karrierën tënde, sa të ka ndihmuar, kush të ka motivuar, se për të pyeta për të futbollistë shkuar të historisë Apollonisë, po tani po të pyes familja jote edhe trajneri që të ka inspiruar, që të ka motivuar për të bërë këtë gjë? Familja ka pasur rol shumë të rëndësishëm, duke ditur si çdo familje që sakrifikon shumë për një pjesëtar të tyre, për më tepër një më të voglin e familjes. Njëjtin gjë ka bërë dhe familja ime, ka sakrifikuar shumë, shpërpjek që të mi lehtësoj sa më shumë gjërat. Vllai ka qenë ai që më ka dhënë shumë drejtim për pjesën e futbollit, mënyrën si të menaxhoj disa situata të caktuara. Ndërsa maja është ajo që kujdeset më shumë për pjesën jashtë futbollit, po për përgatitjen, që të kem gjërat sa më të lehta për çfarë do lloj gjë, domethënë që unë thjesht të kem mendjen të stërvitem. Ushqimin. Ushqimin, po edhe dashurinë, nëna gjithmonë është një histori më vete. Kush vjen më shumë? Kush ka qenë më entuziazmuar, më kështu në stadium që rrinte? Djali, vllai. Po të dy, edhe mami edhe vllai, domethënë janë emocional shumë, domethënë edhe kur vinë në stadium sikur i përjetojnë shumë ato ndeshjet. Sot me këto raste kur shkon apo kur mësoj ndeshjen e parë që ke bërë, si mban mend kur ke luajtur në Super League, jo në kategorinë e parë.
apo kategorinë e parë? Ndeshjen e parë që ke lujt zyrtare, si e mban mend dhe si di? Ndeshja e parë zyrtare ka qenë, e mbaj mend edhe me datë, në 12 dhjetor 2016, ka qenë Pogradica Polonia, kemi fituar 0-1, thjesht kam hyrë diku te 7-8 minuta, edhe kemi fituar të ndeshje, pastaj mbas ndeshjes kam qenë ndoshta njeriu më i lumtur, sepse të bëj deputimin në një ekip profesionist, është që të gjithë të ndoronin kur ishim të vegjël. Sot edhe një gjë tjetër, pra ti ke luajtur në disa skuadra, Apollonia, Partizani, në Kore dhe tani te Ignatia. Nëse e pak të karrierë, je i kënaqur deri tani me arritjet që ke bërë me këto klube dhe asynon apo e vazhdon ëndrrën për të provuar dhe jashtë, sepse Ignatia është si Dinamo e Zagrebit, i merr futbollistën, por nuk i pengon. Presidenti Demrozi është njeriu i çuditshëm që ka parë, që nuk pengon asnjë futbollist në qoftë se vjen oferta e kënaqshme për futbollistin, pastaj në plan të dytë ai vet. Pra karriera me gjithë ekipet dhe në fund kjo me Ignatia. Deri tani i kënaqur jam, e di që mund të kem pas mundësi për të bërë akoma më shumë, por që gjithë secili ka të rrugtimin e tij, por që momentalisht jam i kënaqur, edhe shpresoj edhe gjithkohës përpiqem ose ja vendos objektiv vetes që të arrij gjithkohës sa më lart, të ardhmë asnjëherë si dihet, domethënë varësisht mundësive që vijnë. Po, siç e thotë ju presidenti, domethënë është shumë mirë kuptueshëm edhe i kupton ato nevojat njerëzore në radhë parë se gjithë secili ka ambicie të caktuara, gjithë secili do të shkojë ta provojë një herë, duke parë domethënë edhe që mund të ndryshojë jetën një futbollisti, ja bën gjithkohës më të lehtë. Elion, ne folëm që parë dhe ti indirekt më dhe mua një këshill, the që te Ignatia më e rëndësishme se të gjitha është grupi, përveç lojtarëve, dhe mos po të bëj pyetje në cilën nga lojtarët, sepse ma dhe pak më parë, po pyetja ime është pak më thuaj ndeshje që ke tani i ke ndërmendje vetë dhe golin më të bukur mbasi që quan ti dhe kujt ja ke dedikuar. Me mendjen tënde ose ndeshja më e bukur besoj është si fitore, domethënë finalja. Finalja me ndeshja që më ka mbet peng është ndeshja që kishim tani me Olimpia Ljubljanës, kupton se ishin ndeshje që mund ta ndihmonte edhe për të bërë historinë. Thjesht fatkeqësisht na ngeli si peng tani. Është vërtet që peng, po ne rritëm koeficientën, kemi shkuar ke 5 mishi, kështu që vitin tjetër Ignatia ka mundësi të jetë tek vazua e të fortëve kundër të vegjëlve, kështu që natyrisht jam dhe unë dakord me ty, jo vetëm peng, po mund ta quajmë presidenti Demrozi dhe Tetova dhe Kledi e kanë planuar që ne dështuam për ndeshjen e parë, më të rëndësishme ishte ndeshja e parë se sa Olimpia, na dëmtoi shumë ajo fushë me bar atje. Nëse do të them tani, folëm për sulmuesit dhe të tjetër, na thuaj edhe prapë dhe një herë tjetër do ta bëj këtë pyetje. Si e mendon apo cila është dëshira, cilat janë ndeshjet emocionuese me Ignatia, me tifozët e saj përveç me vllaznin? Duke që se jemi në prag të derbit me Partizanin, Ignatia duan apo s'duan është realiteti i futbollit dhe derbi janë. Si ndihesh duke shkuar përsëri ke Partizani? Unë kam kaluar atë pjesën e emocionit, domethënë që po ndeshëm me ekipin, sepse vjet kam luajtur disa ndeshje kundër atyre, tani thjesht shikoj si një ndeshje të radhës, ndeshje që duhet fituar patjetër. Ka rastisur ndoshta mbas Ljubljanës mos të zinte gjumi gjithë natën, shqetësimin ka rastis kështu? Fatmirësisht jo, thjesht gjatë ditëve në vazhdim, domethënë ka qenë periudhë që domethënë që e kam menduar shpesh, domethënë mundësitë e mira që kishim, po siç e the edhe ti, domethënë për pjesën e ndeshjes me Bredablikun, edhe ajo ka qenë peng shumë i madh, sepse mbas asaj ndeshjes pam edhe si rodhen gjërat, shorti që i ra, kështu që Sota unë me aq sa kuptoj nga futbolli të falenderoj për kontributin që ke dhënë për të skuadër, po shpyetja nuk është se e mbyllëm, do thoshja, ju e dini shumë mirë, cilat janë synimet e Ignatias, si gjithmonë për Final Four si fillim, po edhe trofet e tjerë, qoftë Kupa e Shqipërisë, qoftë edhe Superkupa. Dhe cili është kontributi jote apo përgjegjësia jote apo profesionalizmi yt për të kontribuar për to realizim objektiva. Cilat janë objektivat që kemi ne? Objektivi i ekipit dihet gjithkohës, do të thotë
domethënë të jetë ekipi më i mirë në kampionat, po sidomos e përfituar kupën. Po objektivi është edhe pjesa e Europës, duke ditë që kemi shkuar shumë afër, plus edhe ekipi një vit më para i ka shkuar po ashtu afër, kështu që ky është objektiv shumë i rëndësishëm. Në anën personale shpresoj që ta ndihmoj sa më shumë ekipin me paraqitje më të mira, me pak mundësira shënimi goli, me pak gola të postuar, edhe ndoshta kontribuoj edhe në fazën sulmuese, po e rëndësishme është paraqitja sa më mirë që edhe ekipi ta ketë më të lehtë për të arritur fitoren si të trofet. Okej, të pyeta, po tani si e menaxhoni entuziazmin, si e menaxhoni faktin për mos u bërë mendje mdhenja apo euforik për ndeshje pasardhëse mbas fitore. Për shembull kishim 3 fitore, barazuam 4 fitore, barazuam. Si e menaxhon ti dhe gjithë grupi juaj këtë entuziazëm për mos kaluar në eufori? Mendoj që nuk kemi një grup që jemi shumë entuziast sepse paka shumë gjithë jam mësuar me pjesën e të fituarit, po flas për ndeshje se edhe trofeja jam mësuar, po edhe me pjesën e fituar ndeshja është një gjë normale si një objektiv, domethënë çdo ndeshje. Kështu që në momentin që marrona ndeshja, ne thjesht shikojmë ndeshjen e radhës se dimë që kemi punë akoma për të arritur ndeshjen e radhës, kështu që duke qenë se po shkojmë drejt fundit, si kalon sot një ditë të zakonshme jashtë futbollit? Kur ke pushim apo mbas ditëve, kohën e lirë, cila është? Zakonisht shkoj edhe në palestër, po jam dikush që jam i përkushtuar ndaj familjes, me ata ka dhe shumë kohë, kam një grup madh shoqëror me persona që ndoshta janë jashtë futbollit, që nuk kanë të bëjnë me futboll, kam një grup madh. Edhe me ata ose me një hobi tjetër. Desha do të bëj një pyetje duke kërkuar falje se unë asnjëherë nuk kam hyrë në jetën tënde personale dhe familjare. Ti vazhdon të jesh beqar apo? Jo, unë jam në nusë momentalisht. Presinoj bebi? Ja, është akoma herë. Për të bëj moment. Nusën e ke bërë tifoze? Po, ajo është tifozimi personale. Është shansi, domethënë. Keno një kështu rit personal për nusën apo kur hyn në fushë që bën që kur shkel barin apo këto që jo, për nusën s'ka më zë, domethënë, në momentin që hyn në fushë, është fokusohem te vetë. Unë Alien Sherin e kam patë shumë për gjanë, shumë fare dhe ka bërë një gjest të shkëlqyer për Unazën që ka dhënë gocës në një ndeshje atje, aq më shumë që ajo ishte një labe dhe kështu e bën. Si që di tani do bëhet baba së shpejti Sheri, ka dalur, ka treguar atë që po unë do të thoshja një gjë tjetër. Pavarësisht ti ma the edhe jetën personale, jeta në darkave je menaxhon me raportin e pije alkolike me duhanin të kanduar që je kundër të gjithave. Po nuk pi as alkool as duhan. Për te fakti domethënë që jam futbollist nuk i bën mirë domethënë trupit tim në raport me profesionin, por edhe thjesht si tip nuk i kam qef. Jam person që shumë e menaxhoj domethënë ato kohë mendoj të pushoj sa më shumë edhe në shtëpi shumicën e darkave. Përpara se të bëjmë 2 pyetjet e fundit ose 3 pyetjet e fundit, publicitet. Duke vijuar intervistën, Fenix Egnatia, Fenix lindur i futbollit shqiptar, me një nga mbrojtësit, jo vetëm profesionist, jo vetëm i përkushtuar, jo vetëm i motuar, po një model i një qytetari modern, që di të vë kufirin midis kohës lirë, skuadrës, familjes, shoqërisë. Me një futbollist që sakrifikohet në fushë për të gjithë shokët, i qetë dhe i respektueshëm. E kam i parë dhe e kam ndikur nga afër, sot është një unision më vete me sjelljen apo që nuk krijon asnjë problem për të qenë grindavec apo për të krijuar situata të vështira në skuadër. Por edhe në momentet e vështira duhet të mobilizoj ashtu siç tham Xhemali pa folur apo Aleksi duke folur gjithkohën apo dhe kolegët. Sota unë do të thoshja, cilën nga futbollistët e huaj është më i miri idhulli jot në mbrojtje flasim gjithmonë, nga ata që ka arritur po dhe të sotmit. Mendoj që momentalisht mbrojtësi më i mirë është Van Dijk. Ndërsa unë jam rrit me idhull me Cristiano Ronaldo, si çdo i ri, pavarësisht se s'kam pas lidhje shumë me pozicionin e tij, po
Po, inshallah, Zoti të ruajt nga dëmtime dhe nga këto gjërat, po inshallah të luash tashmë që ka ikur koncepti mosh në futboll. Se kanë dhënë modelin Pepe, Thiago Silva, edhe është futbollisti i Interit që luan në Acerbi e tjerë që po luajnë edhe 40 vjeç, edhe 40 ca. Të uroj që të luash më gjatë se Malota, edhe të afrosh atë nga Cristiano, po e meriton Cristiano për ato që ka bërë, për golat e gjitha. Është tjetër gjë Cristiano, por skuadra jote e zemrës jashtë Shqipërisë. Manchester United. Jenë që keq me Manchesteri, po këtë radhë ju nderoj. Këtë radhë po që është momentin jo të mirë, po që shpresoj që të Dhe para Partizanit të kujtoj që ndoshta i kujtoj sotës goli me Georit për të thënë që mbrojtësit janë të domosdoshëm në njerë të bëjnë një gol. Janë shumë në njerë, kur nuk e zdi se për mos i ndoshta në një gëdi standarde mund të zilin mbrojtësit. Edhe për mos ta marrë sysh, inshallah të tretin të vërtetin gol me Partizanin, se 2 herë ke shënuar. Deshje në fushë të vështirë pak, në tapetin që ka i e stadion. Deshje vështirë, sepse fusha ta bëna ka më të vështirë, nga kushtet që ka ajo, ose nga cilësia që është, plus dhe ekipi është ekip bëgjaj mirë, do më thënë, pavarësisht se rezultateve. Këtë doja të thoshja. Besoj se shkoni të mobilizuar dhe Partizani nuk është skuadër që mund të neglizhohet dhe mund të nënvlerësohet, a mund të themi që s'është bërë grupi, janë në gjendje të keqe si është. Po, shumë mobilizuar, nuk ka ekip që duhet nënvlerësuar në këtë kampionat, për më tepër Partizanin, që është ekip me tradit, kështu që si çdo ndeshje, edhe këtë ndeshje hy me atë objektivin për ta fituar. Cili është pavarur këtë tifozë, cili është momenti më i vështirë deri tani për sotën në futboll? Qoftë nga dëmtimet, apo nga karriera, apo nga ndonjëherë stoli, apo ndonjëherë mungesë e fatit. Këtë quan. Mendoj një periudhë kur kam qenë te fillimi, domethënë te Partizani, por nuk po luaj domethënë aq shumë sa ç'doja, kupton edhe mosha domethënë që nuk e kisha atë pjekurinë e mjaftueshëm. Edhe pjesa e Koreas, do më thënë që në nërë si stërvidish ose që stërvidisha çdo ditë, do më thënë nuk meri atë që me ndoja që meritoja, këpëton ato besë kanë qenë dy momente më të vështira. Fansat e Rogozhinës, çfarë janë për sotën? Si i përjeton? E dim që s'kemi 10.000, 12.000, po 5.000, 4.000 që kemi ne, mjaftojnë për të mundur gjithë botën, apo jo? Po, shumë e vërtet, ndonjëherë e rëndësishme është kesh fansa ose tifoz që janë pak, po janë shumë të apasionuar, shumë të dashur pas ekipit, dhe që një lojtarëve sa herë ndodhemi në qytetin Rogozhinës, na bëjnë ndihemi sa më mirë, sa më të dashur, sa më të respektuar. Besoj që ata janë një pjesë shumë e rëndësishme e këtij klubi. Dhe këtë gjë ne e kemi zgjidhur, jeni një skuadër që fitoni edhe me aq fansa të zjarrt sa kemi ne. Jeni skuadër që luani dhe fitoni me të vërtet, keni treguar, dhe Egnatia është një skuadër që është pothuajse duar trokitur në shumë stadiume, në shumicën e stadiumeve të superiores. I ndiheni mirë me këtë? Po, shumë është ekip që duar trokitet për faktin se është ekip fair play, por nuk përbën asnjë probleme, dhe për faktin që bëm futboll shumë të bukur dhe çdo futbolldashës e pëlqen atë lloj futbolli që ekipi jonë luan, kështu që besoj këto janë arsyet. Unë do them edhe 2 fjalë për nënën tënde. Ju uroj, falenderojmë shumë që ka një djalë si sota, natyrisht edhe për bashkëshorten, Gocën. Ju urojmë fat dhe të duroj disa orë mungesën tënde, sepse sota me kulturën, edukatën, profesionalizmin dhe përkushtimin është një pjesë juaja që me të vërtet do t'ju bëj akoma më të lumtur dhe të nderuar. Por ne ju falenderojmë për gjithçka, në emër të klubit, unë ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për sot. Harrova dhe ndoshta kritikun më të madh apo këshilltarin më të madh vllajin që e ke kështu me dajak. Ky ishte sota, siç e kuptoni, një sot ndryshe nga mbrojtja, luftarak në ajër, në 2 luftime. Një sot që edhe pasimet nuk i ka fort të gabuara ose është i saktë në bën futboll të thjesht, por rezultativ. Nuk kërkon të tregoj më shumë se çka, po kërkon të bëj
të zbatoj detyra taktike dhe ta di që topi është një lëmsh i zjarrt, sa më shumë ta mbash në këmbë, aq shumë të djeg. Prandaj po ta vini re sotën e bën këtë gjë me thjeshtësi dhe me saksi, duke qenë dhe fasi i Van Dijkut është një nga teoritë e futbollit e Johan Cruyffit, fjalia që thash që topi mos e mbaj fare në këmbë. Futboll klub Egnatia apo Feniksi, ky futboll realitetit shqiptar Egnatia, është ka kënaqësinë që përfaqësohet edhe me futbollistin sotën. Unë do t'ja le ta mbylli vetë me një çfarë të doj sot atë thotë në mbyllje të kësaj interviste. Faleminderit mirë për intervistën dhe për këto fjalë e bukura. Shpresoj që ky sezon na shkoj sa më mbar, edhe shpresoj që të arrijmë ato objektiva që klubi ka edhe që ne lojtarët kemi personalisht. Sot unë po të them një gjë që se kam thënë në asnjë studio tjetër, as në reklam. Unë jam rritur me të rinjtë flamurtar, para të rinjtë flamurtar, po pastaj janë Tiranë. Unë e dua këtë skuadër, më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Më ka vrarë të shoh futbollin perëndimor. Kjo skuadër është një skuadër që më ofron të gjitha çfarë dua të kaloj jetën dhe kohën. Unë besoj të gjithë ju. Besoj se ju jeni një grup i mrekullueshëm dhe ti me kontributin tënd, me mos i përmend futbollistët, jep një garanci që do bëhemi dhe më të mirë dhe të fortë. Por si vjet kampionati, është super i fortë. Janë rritur rivalët, janë rrit konkurenca dhe përgjysmimi i pikëve kërkon atë që thatë ju për kushtim për çdo ndeshje. Të falenderoj që je pjesë e Ignatiës, falenderoj për kohën që më dhe për kanalin zyrtar të YouTube-it të Ignatias. Të uroj që shumë shpejt takohemi sapo të bësh golin e parë, do vish prapë një intervistë po shumë më të shkurtër se kjo. Zoti të ruaj, pa çfat dhe asnjë dëmtim. Faleminderit. Ky ishte Erion Sota, futbollisti i mbrojtjes hekur të Ignatias. Ka shumë për të thënë, po do i lëm për një herë tjetër, kaq më sot se ka ardhur sapo ka ardhur nga Stërvitja. Ditën e mirë, mirupafshim në herën e tjerë, publicitet dhe natyrisht himnin e Ignatias. Mirupafshim.